Rama I kujton Fevziu si e përzun nga Venezuela. Ja përgjigje e tij. Një shkëmbim deklaratash mes gazetarit Blendi Fevziu dhe kryeministrit Edi Rama ka shënuar një nga debatet më të komentuara publike gjatë ditës së 9 janarit 2026, pas deklaratave të bëra në emisionin Opinion dhe reagimit të menjëhershëm të kreut të qeverisë. Debati nisi gjatë emisionit të sejentes në mbrëmje, ku Fevziu deklaroi se disponon informacione të dokumentuara, sipas të cilave disa ministra të kabinetit qeveritar ndodhen jashtë vendit për udhëtime private, ndërkohë që në publik shfaqen pamjet aktiviteteve të tyre zyrtare. Në gjysmën e rasteve kur shihni ministra që dalin të shtunën apo të dielën për inspektime në terren, unë I kam të skeduara. Të paktën 7 prej tyre I kam me emër, me data, me udhëtime të regjistruara. Janë jashtë Shqipërisë në udhëtime private. Këtë ja u garantoj. Nuk po flas me hamendësime, po flas me fakte, deklaroi Fevziu. Ai shtoi se sipas tij problemi nuk lidhet me udhëtimet private në vetvete, por me mënyrën se si paraqitet aktiviteti publik I ministrave. Problemi nuk është udhëtimi privat, por fakti që publikohet një aktivitet që nuk përkon me realitetin. Kjo është çështje transparence, u shpreh gazetari. Pas kësaj deklarate, kryeministri Edi Rama reagoi publikisht duke I hedhur poshtë akuzat dhe duke theksuar se çdo udhëtim I ministrave jashtë vendit kryhet vetëm sipas rregullave dhe me autorizim. Blendi Fevziu I paske rënë fort fare mbrëm këmbanës alarmit, duke deklaruar live në sallonin e tij se ka më fakte që të paktën 7 ministra janë në udhëtime private jashtë shtetit të shtumave e të dielave dhe lën kasetat me inspektime në TV sikur janë në punë. Këtë ja u garantoj, ka thënë Fevziu, duke shtuar se kjo është praktik e paprecedente, jashtë çdo standardi demokratik dhe nuk përdoret në asnjë vend tjetër të botës. Jo vetëm garancia e dhënë nga Fevziu nuk gjen mbështetje në asnjë fakt të regjistrit të udhëkimeve të ministrave, të cilët edhe kur dalin për arsye personale jashtë shtetit, e bëjnë me një kërkesë për leje dhe vetëm me miratim, është kaq larg realitetit sa edhe vetë fakti që prej vitesh s'ka më kaseta në nahijen tonë. E vetmja arsye që unë I gjej kësaj bubullime janë 7 udhëtimet e fundit të Fevziut në Amerikën Latine, ku Fevziu bashkë me Baton Haxhiun andej hante mëngjes me La Pinchajos në Ekuador ose rrufiste kafen e famshme Caranavi 8500 këmbë mbi nivelin e detit në Bolivi dhe këtej grindej live në Opinion deri në mesnat po me Batonin, natyrisht bashkë me korin e Lazoreve të sallonit të tij, sa për kronikën e zezë të javës e sa për përgjimet e zbardhura të ditës. E që të jem korrekt me faktet, udhëtimet mbetën 6, sepse teksa kaseta e TV Klanit transmetonte Fevziun që I kërkonte llogari live natën e ekran, policisë shqiptare për gjendjen e rendit publik, Fevziu I vërtet I donte llogari live paradite policisë venezuelane, pse dreqin donte të hynte në atë vend. Dhe ndërkohë që live këtej në Opinion, Fevziu me kostum dhe kravat nxitte deri vonë sherrin e panelit me policin, live andej në kufirin e Venezuelës, policia e kthente mbrapsht Fevziun me këmish me lule dhe kapele kashte, duke e konsideruar një demokrat shumë fanatik për të vizituar atë narkodiktaturë. Kjo shaka, e mbështetur në fakte reale, ishte goxha më shumë se gjysma e vërtetës dhe nuk kishte absolutisht qëllim të nxirrte ndonjë inat të paprecedent jashtë çdo standardi demokratik me Blendi Fevziun, sepse është liria e tij të shkojë ku të dojë dhe drejta e TV Klanit që ta transmetojë opinionin live në mungesë të Fevziut. Por nëse Fevziu e do fare seriozisht këtë temën idiotike të kasetave, e po të dojë edhe të udhëtimeve jashtë shtetit të ministrave, natyrisht, atëherë dihet botrisht. Unë jam gjithmonë I tij, gati për të përballur me opozitën e vetme që ka mbetur pa dal krejt mend si e boje në këtë vend, pavarësisht lajthisjeve tek e tukshme live si kjo e 7 ministrave, të cilat kanë edhe anën e tyre humoristike. Bashkëngjitur 6+1 udhëtimet e Blendit, ju përgjigj Rama Fevziut. Pas këtij reagimi të Ramës, Fevziu ju kundërpërgjigja me anë të një postimi në Facebook. Kryeministri I Shqipërisë ishte shqetësuar nga një fragment I emisionit të dieshëm në Opinion, ku ministrat e drejtorët e tij sfilonin mes sipërfaqeve të përmbytura, duke bërë muhabet me vete. Po, me vete, duke u parë në sy, ndjekur nga një kameraman I ministrisë që ecte mbrapsht. Këto pamje të transmetuara live quhe shumacim moral, por edhe një lloj papërgjegjshmërie, që ministrat e sotëm I vjen nga impotenca e ideve, mungesa e karizmës dhe personaliteti I gjymtyrshëm. Por s'do zjatem në këtë pikë, se meriton një shkrim më vete.
dhe javët e fundit kanë plot histori që mund të tregohen për këtë gjë. U çudita që me 1/3 e Shqipërisë në ujë, me një zjarr që shkëmbui miliona dollar të tregtarëve të vegjël të Tiranës, me krizën parlamentare që shkaktoi kërkesën e SPAK për ndryshimin e masës së sigurisë ndaj një antare të kabinetit dhe akuzat për problemet në AKSH, problemi vetëm që meritonte polemik ishin daljet në TV të ministrave. Po, daljet në çdo ekran të ministrave që bëjnë muhabet me vete, ose që diskutimet e zyrës i bartin në ndonjë cep të Shqipërisë, duke shpenzuar kohën që duhet ja kushtojnë qytetarëve, është vërtet një shumacim. Shumica nuk e pranojnë gazetarët, e montojnë lajmet me ekipet e tyre dhe i përcjellin pa mundësi verifikimi. Ndaj dje, vura bashk me imazhin e tyre atë të presidentit të SBA-s ose prokurores së përgjithshme, ku tregohej se kudo shtetarët japin llogari shtypit, jo kameramanit të ministrisë. Akoma më shumacim është fakti që këto kronika transmetohen edhe disa ditë më pas, kur protagonistët e tyre janë në impenjime të tjera ose s'janë fare në Shqipëri. Nëse doni një shembull, mjafton të kujtoni se si Velaj ishte në një event të bashkisë live kur BKH-ja e mori nga zyra e tij, dhe shikuesit nuk kuptonin më lajmet që ju vinin me ndonjëtim për arrestimin e tij, ndërkohë që ai vijonte të fliste në ekran. E njëjta gjë ka ndodhur edhe kur ministra të tjerë kanë qenë në Vjenë ose Emirate dhe ndërkohë shfaqeshin në ekran. Por t'jap të drejtë, kjo s'ka ndonjë rëndësi. Rëndësi kanë dy fakte. E para, që llogaridhënia përpara shtypit të ministrave është 0, po 0. E dyta, që shtypi është përgjegjës më i madh se ministrat që ju transmeton kronikat e tyre. Po, përgjegjësia është jona. Ndërkohë postimi i Ramës dhe mesazhet që mora më bën të kuptoj më mirë se pse shoqëria shqiptare ka një ngërç që shumë shoqëri të tjera e kanë kapërcyer. Për fat të keq, Rama ishte pre e mendësisë së qeverisë së tij. Duke rrëmuar në profilin tim në Instagram, kishte parë postimet e mia të ditëve të fundit gjatë një turi në Amerikën Jugore. Turi u bë në agusht, kur ishim pushim, ndërsa videot e shtesë të postimeve i postova këto ditë. Domethënë, ishin si videot e ministrave të tij, por me një ndryshim. Unë s'kam kur në 33 vitet e fundit punonjës publik, as jam paguar nga taksat e qytetarve dhe as e kam detyrim t'ju përgjigjem atyre. Dhe mund të postoj kur të doj, sepse nuk gënjej njëri. Aq më shumë që pjesa më e madhe e tyre mban shënimin Agusht 2025. Unë jam një qytetar i lirë që e ndërtoj jetën si dua, dhe në të Zotit ta kem ndërtuar mirë. Kur Rama të jetë edhe ai i lirë, do të kuptoj se kjo jetë ime është më interesante se ajo që ai ka zgjedhur, dhe të cilën ai e di shumë mirë, unë e kam refuzuar më shumë se sa një herë. Kam bërë gabim, ajo pak rëndësi ka, dhe vijoj ta refuzoj. Së fundmi, më lanë pa mend komentet dhe kurioziteti i njerëzve se përse më kishin kthyer mbrapsht nga Venezuela. Të dashur ndjekës, nuk e di pse Rama zgjodhi Venezuelën, çështje subkonscience, por po talleshte dhe thoshte vetë se talleshte. Mos i merrni edhe talljet dhe shakat për të vërteta, sepse pastaj problemi nuk është ai që bën shaka, por ai që e beson dhe e bën tembosimi shakan. Kategoria e fundit e këtij postimi janë konspiracionistët, ata që më thoshin mos ju përgjigj se heq vëmendjen, ose të tjera që thoshin është strategji për të hequr vëmendjen. Zonja dhe zotrinj, nëse një diskutim se si duhet të dalin ministrat në TV tërheq vëmendjen më shumë se hallet dhe problemet tuaja, pastaj problemi nuk është Rama, por jeni ju. E fundit, Rama e di shumë mirë se si ka qenë përballja e shtypit me politikën, dhe mbase ende është vetëm ai që vijon të ketë kurajo të përballet në emision me gazetar ose intervista. Ndaj unë e pres në studio me 4 nga panelistët e djeshën për të folur për gjithçka që e shqetëson. Të paktën deri tani, Rama nuk e ka pasur vesin e vartëseve të tij që kërkojnë të caktojnë edhe gazetarët me të cilët do dalin në TV. Nëse vjen, mirë se të vijë.